Fatin kishë mandohë ma herët, po jo bo publike, ti e një koza mirë. A kështë besu se krejt një koncepti i zot për Albinin që është shumë djali mes, shumë su njarë shronë kërkosh, nuk ka bon kur, dysysh dje u prekën. Nuk është që karove zot i kur ti prej këty në dy komedianë, kanë vra shumë tirë, po flasë për mitin, mbi figurën e tina. Si e komenton? Besoj që mitet janë mite, kështu që ato si janë kur të vërteta. Vërteta është ajo që kemë pa dje, po unë nuk e ndaj fort këtë as gëzimin e as idhënimin e dy palëve me këtë që ka ndohë, nuk menoj që është nejsa një arzakonshme. Mirë bëllë me gjasë të dy palët, dikush o mërzi, dikush o gëzu, po kjo nuk besoj që ndronë nejsa në Kosovë. Ajo që mu më ka shqetësu është që kryeministri s'kish ndru heq pe kur unë e një, që një thobo një 8 vitën nuk kemi taku as pa, as në rrugë. Dëmonë, 8 vjetë, s'ke as një kontakt me to? Jo, as nuk kemi pa. Gatishmëria e ti me folë për gjithë shka, për mu më lënë për shtypje, dhe gatishmëria e ti mos me kuptu që është të folë me një president, si më të thonë, ashtu ma shtru, po aty është sikur ti që po merë në pyetje mu, a e vazhdimisht dhe men, këj folë ke për gjithë shka, prej që thojnë në Kosovë shku për shkoder, e kjo vjen pej vetbesimit që ai ka për fuqinë e ti me impresionu ndërkombëtarët ose dhe vendorët. Po thu që kështë qita sekrete shtetënorë me pa? Jo, se ka, nuk e ka me sekrete. Ai impresionimin mendon që e bjen përmes një shpjegimit të gjërave diell, po sani më i frekshëm që o vrejt aty për mu është qasja ati instrumentalizuesit deri në fund. Pra çka është kryeministri në këtë kuptim? Ai para se me taku Fidanin, e këshyr kush o Fidanit, çka i pëlqen Fidanit, çka si pëlqen Fidanit, këtu e bojnë shërbimet sekrete. Do më thonë për me rekrutu, për me ndiku, për me shantazhu. Ai e ka të njëjtën, dhe ai flet aty senet e cilat menon që shkurt, lidhet të shkurt ati, të i folë presidentit e Leteunis, mundën me ndiku ato, tu presupozu që aja është një antiros i flakt për shkak të historisë shtetit ti me Rusin, federatën, ma mirë me thonë, ruse, duke presupozu që mund tjetë nështë ma liberal, foli të një pak për që ka ndohë në Amerikë, po këtu e morën si koment islamofob, nuk, më falni, homofob, po nuk e komenti homofob, po ajo që ke interesant është, kur kjo foli me të regu që është Kreneli së është konsistent, do më onë është gej vetë, po shkon një vend ku në një qendër të madhe Kennedy, që ai me rujt trashëgimin dhe me këtë problemin me orientimet e lira seksuale. Ku i tha unë njëm, ku i tha, yes, bravo, thuti u gëzu, thashe se mërëshin verë, se kuj nuk e kondër që është gej, vishë me onë që së është konsistent, po njëra që është i tha këti gëzuar, ke adhe në vishë manipulimik plastër. Për mu, pe i përvojës tashmë të gjatë në politikë dhe pe i ledzimeve e përvojave vendeve tjera, instrumentalizimi ka kom të shkurta. Edhe për këtë arsye, kryeministri jonë gjithë një ma pak ka meqë. Edhe vendore dhe ndërkombëtar, edhe rajonal, s'ka meqë. Dhe impresionimi, se më sekret e Zotit Kurtit është impresionimi. A është pengë impresionimit Zotit Kurti edhe me zhjithë zhvillimit që ka ndohë, me zhjithë situatën kur sot Kosova, pak ka rëndësi, pala tjetër çfarë rëndësi e ka, kush është atë koshta. Me rëndësi është me impresionu. S'ka lidhja të më tonë në këtë rast me një president një shteti tjetër që është më i fortë, me rëndësi njërin për tyne me impresionu. Qyre, unë nuk besoj që se kërkush nuk e përmeni faktin impresionimit, gjithë të esenca ke me impresionu, me qeone. Edhe për mu, politika është interes, jo në kuptimin e interesit personal, po të vlerave, po të kuptimin. Nëse je i majtë, shty në agjendat të majta, nëse je i djathë, shty në ato të djathta, nëse je në luft, ly palat, nëse je në pache, ly prapë dashamirës të zhvillimit ekonomike, kështu më radhë. Kështu që rëndësia e këtyne aksesorve të ndryshëm që përdoren, për mu është e vogël. Me mbi vendos që ka shnaltë është problemi. Po këtë për nga karakteristikat të gjithë liderët autoritare kanë. Dikush këshyrë me i bo do shpijat veçanta, dikush do kafsht veçanta, dikush do ushtrimet veçanta, dikush do historiet veçanta. Dhe sa harë që i marin lider vendeve tjera, tentojnë për mes turit që ja bojnë me impresionu. Dhe zakonisht njerës flasin për këtë punë, së është interesant me folë. Për shembull është ai takimi kur se harroj
i Merkelit me Putinin. Dhe Merkeli e din që Putini e din që Merkeli ka fobi ndaj qenve, edhe aja është në 2 qenë në takim me media, tash nëse ki fobi, krejt ata që e din fobin, për çfarë do arsye është pa durueshme. Normal. Dhe është fut qatë në takim, nuk është që i fut qatë në secilin takim Putini. Pra, i është karakteristik kryekput e liderëve që ata konsiderojnë që është aseti tyne kryesor. Tash, ajo është intimidimi të Putinit. A është aseti kryesor i zotit Kurti impresionimi? Jo, ai menon që është. Ai menon. Unë menoj që është i padobishëm ajo pjesë krejt. Unë menoj që vendos dikush që okej, kryeministri jonë për e një historinë e Francës, se ka qenë ai diskutimi kur shkoj për herë të parë në vizitë të Macron, ja nisëm i folë për historinë e Francës dhe filozofët e Francës, për bes nuk vendos Macroni për atë punë. Prandaj, kjo është e rrezikshme, se çaq ka vetë besim njëri në një nivel të vlerësimit për dije në vetë në këtë rast, ose dikun tjetër. A thotë kjo shumë për karakterin, do thotë që më rëndësi është impresionimi për personalitetin e karakterit, sa për interesin e shtetit. Kjo flet shumë se për mu 2 arsyet pse kanë qunë këtë prank që po quajnë, këtë kurth në Shqip, e para